po Kosova ka një qeveri të dopt. Kjo do të jetë garancë për çiftet e reja. Me votën tuaj duhet t'i thoni po ndryshim. Ne qeverimtarët nuk kërkojmë luks, as lëmosh. Kosova ka njerëz, Kosova ka shpresë, po Kosova ka një qeveri të dopt. Një qeveri pa rezultate, një qeveri që ndonë, një qeveri që bën propagandë, një qeveri që në fund mandatit nuk mundet me listue projektet dhe të arriturat e saj. Qeverit moten me rezultate, moten me të arritura, moten me realizim të programit, moten me përmirësim të jetës qytetarëve. Do të bëjmë reforma edhe në pjesën e politika fiskale, përmes reformës të vëshës, përmes lehtësira dhe pushimeve tatimore për gjitha investimet mbi 500.000 euro dhe për gjitha ndërmarrjet që punësojnë mbi 50 punëtor. Do të subvencionojmë ndërmarrjet prodhuese dhe ndërmarrjet eksportuese. Do të përkrahum të gjithë bizneset cilët kanë projekte me fizibilitet dhe cilët kontribuojnë punësim në Kosovë. Do të lehtësojmë qasjen financa, përmes krijimit tregut kapitalit, përmes mundësisë të financimit alternativ, përmes rritjes së fondit për garantimin e kredive. Nëse sot i ka 12 paga, me neve do t'i merr edhe 6 paga shtesë. Ne kujdesemi edhe për kategoritë më meritore për këtë vend, për kategoritë e dalura nga lufta. Ne nuk do t'i detyrojmë prindrit e dëshmorëve a me zgjedh mes një pensionit pleqërisë apo pensionit të dëshmorit. Nuk do t'i detyrojmë këta që nëse i kanë 2-3 dëshmorë me u kufizu në një pension, po na kemi nevojë me zbatu në praktik sigurimet shëndetësore. Jo një familje, zotruna, e vim të situata, kur dikujt i smut fëmiu dhe kërkon po edhe 100.000 euro, 200.000 euro për shërim. Dhe një familje vjen situatë kur ndoshta me mendu që do ta humb fëmijën e vet, sa në më shumë se si ka 100.000, 200.000 euro. Kjo nuk do të jetë borë për familjen qeverisit tonë. Kjo do të jetë borë për shtetin, që asnjë prind mos me mendu që nuk do të ketë mundësi me trajtu fëmijën e vet apo një familje antarin e vet. Qerdhet publike ende s'kan kapacitetet mjaftueshme. Qerdhet private kanë kosto. Dhe me qëllim për mi përkra çiftet e reja, nënat e reja, baballar të ri, ne do t'i paguajmë diferencën në qerdhe publike që është në raport me në qerdhet private që është në raport me qerdhet publike. Kjo do të jetë garancë për çiftet e reja. Ju çdo ditë ndjeni krizën mbi supët tuaja. Prandaj po ju ftoj t'i themi stop krizës me votën tuaj. Për shkak të tekave, për shkak të synimit megaloman të një njeriu që synon të udhëheq vetë, që synon të sundoj në Kosovë, të sundoj në një shtet demokratik me sistem shtetëror të ndarjes së pushteteve, me një sistem shtetëror shumë bardjak, me një shtet parlamentar që ja pamundson atij studnimin. E në fakt, pretendimi i tij është shkatërrimi i këtij sistemi. Prandaj, ju me votën tuaj duhet t'i thoni po ndryshim. Ne, qeverimtarët, nuk kërkojmë luks, as lëmosh, po kërkojmë jetë me dignitet dhe respekt që garanton edhe ligji.